Për shkak se rruga Tiranë-Durrës ka një trafik të rënduar dhe drejtuese mjetet të cilët bëhen nervoz në këtë segment rrugor derisa vinë qafën e Kasharit, ku ka trafik të rënduar, nga qafë e Kasharit në drejtim të mbikalimit të Kamzës, të sheshi Shqiponja, kemi trafik disi të lehtësuar. Pikërisht duke patë një trafik normal, drejtuese mjeteve të cilët kanë përshkuar rrugën nga Durrësi në Tiranë, për të arritur kohën e nevojshme, qarkullojme i shpejtësi të mbi normat e lejuara, me qëllim të kapin itinerari në kohën e duhur. Jo pa qëllim pyeta se do të di edhe mënyra se si shërbejnë shenjat në rrugë, tabelat, a është e përfunduar apo jo, se ndonjëherë ju thoni që është dhe fluksi duke parë këtë segment rrugor kemi një devijim, kemi një ngushtim nga krahu djathtë, në të majtë. Pikërisht ky devijim duhet të shoqërohet me tabelë sinjalistikës vertikale dhe horizontale. Gjë që nuk e shohim, të paktën nëpërmjet pamjeve tani nuk e shohim atje. Nuk e di, duhet verifikuar, për të pak nga ato pamje që kishim nga terreni nuk e shifrojmë. Duhet pajiset, po është një segment rrugor në rikonstruksion, duhet patjetër që këto devijime, për shembull nga krahu djathtë, mund të jetë një shesh pushimi aty ose një ndalesë, duhet patjetër që të ketë sinjalistikë vertikale me qëllim që të paralajmërohet drejtuese e automjeteve për sa i përket ngushtimit të korsive. Këtu kemi 3 korsi që qarkullojnë në rrugë normale, kemi dhe korsinë e krahut djathtë për emergjencat. Këtu kemi një spostim të trajektorisë të drejtuesit të autobusit nga krahu djathtë që ka qenë i pozicionuar, duke dalë jashtë korsisë së krahut djathtë. Dhe për shkak të humbjes së kontrollit, për shkak të devijimit të kësaj trajektore, nga drejtuesi i autobusit kemi në përplasjen pjesës ballore të parakolbit, maskarinë ose pjesët të motorit me pjesë brendshme të autobusit. Derisa ka kaluar elja metalike, barierës metalike, e ka përshkruar nga pjesë e përparme në pjesë e pasme të autobusit. Si paraqitet situata me drejtuesit e këtyre autobusëve sot, ju përmendëm pak në fillim, nuk e di në raport me kriteret, me kushtet që duhet të plotësohen, kjo bëhet ndonjëherë edhe për shkak të nevojës së tregut të punës, zhvesh çdo lloj përgjegjësie të rastit konkret, nuk flas në parime dhe në përgjegjësi të. Po nisur nga legjislacioni rrugor aktual që kemi në vendin ton aktualisht, ne kemi për shembull kohën e realizimit për të marrë një patentë për pajisur me patentë klasit D1 dhe D. Duhet të rishikuar koha e dhënies edhe të rritet koha e dhënies patentë me qëllim që ai kursant i cili pajiset me këtë në ato shkolla të kenë mundësinë dhe kohën e nevojshme për të pajisur nga ana teorike